Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. O Allah, mbushe zemrën time me dituri të kuptuar, dritë, durim dhe besim, më mëso dhe mos lejo që të jem i paditur, më bëj që të mbaj në mend dhe mos të haroj. Amin. Të nderuar miqë, sonte është ligjërata e tretë e radhës, përndryshe dita dhe nata e 21 e muajit Ramazan, dita kur Imam Aliu pas një plage të rëndë në ditën e 19 të Ramazanit nga dora e Lig e Ibn Muljemit, pra nga dora e tij me një thikë të helmuar e plagosi Imam Aliu në namazin, në sejdën e namazit të sabahut, dhe në ditën e 21, pra Imam Aliu dha shpirt e dha shahadetin, nuk vdiq, sepse shëhidet nuk vdesin, ata janë martirët të cilët veprat e tyre të mëdha na tregojnë se si ata pra kanë jetuar dhe çfarë kanë sakrifikuar që sot ne ta kemi këtë fenë islame ashtu të ruajtur nga ehli bejti, ashtu siç na mësoi Kurani dhe i dërguar i Zotit profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij. Prandaj çdo flijim dhe sakrificë e bën që njeriu të mbetet ose hero, pra i gjallë, se bën vepra shumë të mëdha, por nëse flijohet me shpirt, atëherë mbetet shahid, gjithashtu shahid hero me veprat e tija. Prandaj mos pritoni, mos u dembeloni të bani vepra të mira, por edhe më e mira e të gjithave është të sakrifikoni për fenë tuaj, për drejtësi dhe vërtetësi, sepse drejtësia është një prej bazamentit kryesor të themeleve të islamit. Pra, themelet e islamit janë 5, e para është tauhid, besimi në njëshmërinë e Zotit, e dyta është nubuwet, besimi në të dërguarit e Zotit, profetët, e treta është mead, besimi në botën tjetër, e katërta është adalet, që do të thotë besimi në drejtësinë e Zotit, dhe e pesta është imamat, është vërtetësi, pra e drejta dhe e vërteta në lidersi në udhëheqjen e popullit. Prandaj të nderuar miq, herën e kaluar kemi folë se qeverisja e Sakifës, e cila është organizu kjo qeveri, pra qeveria Sakife, e quajtur ashtu, është organizu me njëherë pas ndrimit jetë profetit, madje ende pa u fut në varë trupi i të nderuarit i profetit, i të dashurit të Zotit, profetit Muhammed, paqja qoftë mbi ta dhe familjen e tij, pra u themelua qeverisja e Sakifës, pra khalifati për ndryshe. Por ne kemi thënë pak një reprik, po e bëjmë prej episodës kaluar, që ndërka që ju që s'keni mund të dëgjoni episodën paraprake, ju preferoj të ktheheni tek videoja para kësaj, të cilat janë të vendosura në playlistin e Ehli Bejti, në kanalin tim në YouTube Iqbal Huduti, shkoni te butoni playlist Ehli Bejti dhe të gjitha këto epizoda, këto emisione, video do t'i keni aty, pra khalifati dhe imamati. Pra khalifati ka 2 lloje, është khalifetullah
do me thonë mëkëmbës, alifat do të thotë mëkëmbës i Zotit në tokë, pra që e cakton Allahu, i cakton pejgamberët, i cakton njerëzit e mirë, njerëzit e drejtë, udhëheqësit e drejtë, njerëzit e caktuar nga vetë profeti Muhammed, pra imamati i cili në hadithet e profetit është përmend numri 12, se Zoti gjithashtu edhe në Kur'an është përmend se Zoti kur nuk do të lë në theqafje, në humbje, në, si themi, në shkatrim një popull i cili por gjithmonë do të ketë një lider për t'i udhëzuar. Prandaj të gjitha plasaritja e parë në Islam ka qenë kjo plasaritja e zgjedhjes së halifeve. Plasaritja e dytë është pas 200 viteve, pra në historinë islame, po flas pas profetit Muhammed, sepse profeti Muhammed, paqja qoftë mbi ta, alayhi selam, ai veç e ka plotësu, e ka përsos fenë islame dhe e ka kumtu amanetin e Zotit në haxhin e fundit, kur i ka thënë Zoti, o Muhammed, kumtoje, nëse nuk e kumton, nëse nuk e thua, atëherë nuk e ke plotësuar misionin ton. Prandaj edhe Kurani na thot se çdo popull do të ketë njerëzit e tij që do ta udhëheqin. Prandaj edhe 12 imamët u përmenden nga profeti Muhammed, dhe kjo ishte e vërtetuar në kaq plasaritja e dytë, pra e para nuk u desh të zgjidhen halife toksore, sepse Zoti veç e kishte zgjedhur Imam Aliun, men kuntu mevla fe hadha Aliun mevla, por Imam Aliu, pra kush më ka njoftur mua si mevla, si prijes mas meje keni Aliun, por dikush mund të thotë, po si atër, pse u bo Imam Aliu halife? Po shikonin, halifet jemi, si shtash, halifetul ard, halifet e tokës, që njerëzit në mënyrë demokratike i kanë zgjedh halifet njëri pas tjetrit, ndërka që edhe Imam Aliu ka qenë halife, po ka qenë halife që e kanë zgjedh në mënyrë demokratike njerëzit, dhe për këto ka thënë në kohët më të vështira, kur Islami ka qenë në shkatrimin e sipëm, kur halifet janë vra, janë myt, vetëm Ebu Bekri ka pas vdekje natyrale, mirë po mesazhin e fundit, amanetin e fundit që e ka lënë, siç kemi thënë herën e kaluar, aty pra e ka vazhdu atë plasaritjen, atë gabimin që banën shokët e profetit mas ndërimit jetë profetit, sepse profeti ky Ebu Bekri ishte ra në dyshekun e vdekjes, siç kemi thënë dje, dhe pastaj ai tha, ma jepni, tha, një laps, ta shkruaj një testament, dhe mori të shkruaj, unë Ebu Bekër As-Siddiq, emrin e tij komplet, dhe tha, unë pas meje po e lë halife dhe i ra të fikt. Një herë, 2 herë, 3-4 herë i ra të fikt, ndërka që Osmani, jo Omeri, Osmani e vazhdoi këtë emanet të Ebu Bekrit dhe tha se po e lë halife Omer ibn Khattabin. Dhe kur u ngrit Omeri nga Alivanosja, ai e lexoi këtë letër të vetin dhe e miratoi me kokë dhe dha shpirt. Prandaj kështu po bojka dikush që para vdekjes të Alivanosit dhe ta nënshkruaj testamentin e habitshme e si profetit Muhammed kur ishte ajo e ejtja tragjike, ishin krejt shokët në dhomën e profetit, në korridoret e xhamis, dhe profeti po jepte shpirt, edhe ai kërkoi një laps edhe një letër, por ja që ati nuk jo dha, madje i tha vet Omeri që ishte halifja e dytë, ai tha, lëreni, çfarë laps, çfarë letër, tha, është
në gjendjen e halucinacioneve, do më thënë nuk është në gjendje të vedishme, ka dhimbje, dhe kështu pra nuk u dëgjua profeti, ndërka që këndej nga ona tjetër, profeti sun mundi, më falni, do t'a bajkat, pra nuk u dëgjua profeti që kërkoj një laps edhe një letër. Omeri tha, neve na mjafton Kurani, nuk kemi nevoj për testamentin e profetit Muhammed, ndërka që të shokët e vetë këndej, Omeri e dha urdhërin, falni, Ebu Bekri e dha testamentin që pas meje do t'vjen Omeri. E kështu me radhë. E tash, na për me pa se arsyeja erdhi Omeri si halife e dytë mas Ebu Bekrit, dhe kemi treguar në episodin e kaluar për Ebu Bekrin, dhe arsyeja pse Omeri, tash po shkojmë te vrasja e Omerit edhe Osmanit, pastaj e Imam Aliut, sepse këto ishin dy plasaritje, gati harova. Pra e para ishte kur u zgjodhen halifet, e dyta plasaritje ishte kur mas 200 viteve u krijuan medhhebet, pra shkollat shkollat juridike, Hanefi, Maliki, Shafii, Hanbeli, do më thënë 200 vite pas profetit nuk ka pas nevoj edhe nuk kanë ekzistu shkollat juridike, po atër çka pas ka ekzistu? Normal se ka ekzistu shkolla e Ehli Bejtit me themeluesin e tyre profetin Muhammed, që ai e ka themelu dhe antarët e Ehli Bejtit, 12 imamët, e kanë shkrujt, e kanë ruajt dhe e kanë praktikuar. Por ja që u bë edhe një plasaritje në Islam, sepse sundonin mbretërit Umajade dhe Abasite, dhe ata gjithmonë e kanë luftu Ehli Bejtin, si që shihni prej Aliut, prej Fatimes, Hasanit, Hysejnit, Zenul Abidin, Muhammed Bakir, deri te Imam Mehdiu, dhe për shkak se halifet kanë dhënë urdhrat e veta që të shkruhen librat simbas tekeve të tyre, sepse u duke me umledh zekati, u duke me umledh pasunia, edhe me ala ka pak trunin ati popullit, dhe kështu që Imam Gjafer Sadiku, që ishte gjeniusi, që është imami 6 nga familja e profetit, ai në një farë mënyre u la nën hije, por ata vazhduan me pasuesit e vetë të paktë, sepse shumica ishin me mbretërit, sepse mbretëri dinte edhe dietarët ti mbyste. Vete Abu Hanifën, e cili thuhet se ka qenë themelues, por nuk ka shkruajt libra. Muhamedi dhe Jusufi pas kanë shkruajt librat e tij. Abu Hanifja pas ka shku në pazar, me shit basma, me shit material. Këto sendet ekzistojnë, mos ta zgjasim shumë, sepse sarrim deri te mësimi jon te martirizimi i Imam Aliut. Pra, plasaritja e dytë u themeluan këto mezhebet juridike, shkollat juridike, dhe plasaritja e tretë u bë kur Imam Husejni ra shahid në Kerbela. Aty ishte pra një ringjallje e fesë islame, mandej kishte edhe probleme tjera në historinë islame pas profetit Muhammed, por gjithmonë ana e Ehli Bejtit, të gjithë asnjëri prej tyre nuk ndruan jetë, nuk e dhanë shahadetin e fundit, duke qenë me kokë në jastëk, por dhanë shahadetin ose me gojë të helmuar si Imam Hasani, nipi i parë i profetit, më i dashur, ose se Imam Hysejni në Kerbela me këputje kokash, me masakrime, ose me helmime, e kështu me radhë, por ja që falë Zotit është një mrekulli shumë e madhe, që Imam Mehdia është dhe ai imam, është lider shpirtëror që i udhëheq muslimanët, pra Imam Mehdia në një farë mënyre është simbol i unitetit të muslimanëve, sepse të gjithë e presim me ardh Imam Mehdiun. Dikush thot se ka lind, e dikush te shijat e Ehli Bejtit thot Imam Mehdia dihet që ka lind.
ka lind në Samara, edhe ku shkon në Irak për vizit, kërkone në Samara, në qytetin Samara, aty i keni edhe vendin ku është Imam Mehdiu, dhe me njëherë në atë xhami e keni edhe varin e Nergisit, nanës së Imam Mehdiut. Prandaj dikush thot jo ka lind, dikush s'ka lind, po te Ehli Bejti besojnë se ka lind dhe është ngrit në fshehtësi, nisoj në lartësi, nisoj sikurse Jezusi Isa alayhis salam. Ndërka që tek sunitët, ata thënë që ende s'ka lind, ka me lind në Marokos, diçka po lyp me lind Maroko, kur ai është nipi profetit, kur duhet me lind në Mekën, Medinë apo në vendet arabe. Po sidoqoftë janë këto rivaje, rrëfime, si me thonë, gjanat historiografi që janë shkruajtur. Me rëndësi çka është? Me rëndësi është se Imam Mehdiu është simboli i unitetit të muslimanëve, sepse të gjithë e presim. Na falni pak, veç që tu ta bëjmë një puzzle pe kërkon ky TikToku. Ju lutem bani sa ma shumë bani like që ta kuptoj TikToku që jemi aktiv. Ju lutem, mos pritoni 11.000, mashallah, jeni të mirë, Zoti ju shpërbleft për këto gishta, e jo për ato gishtat që shkruajnë keq, sepse mund t'ju qelbë të ju bëhen. Prandaj, bani sa ma shumë tap, edhe fitoni sevap. Okej, vazhdojmë. Dhe pra nga kjo kuptojmë se është koha edhe Imam Mehdiu që të bashkohemi për dy gjëra, për drejtësi dhe për vërtetësi. Këto dy gjanat janë pjesët e themelit të islamit. Prandaj, kur u zgjodh Omeri nga Ebu Bekri si halife, pra me testament të Ebu Bekrit, ishte edhe Aliu aty, po nuk u pyet prap Aliu, edhe pse Imam Aliu e dini që 6 muaj nuk ka dash me pranu bejatin. Ju e dini shumë mirë se nga një burr shteti Imam Aliu u bë një punëtor krahu dhe i hapte bunaret e tjera. Dhe kështu që tash po kalojmë tek vdekja e Omerit dhe pastaj te Osmanit, sepse këto ishin disa mos pajtime të popullit të asaj kohe, të cilët edhe erdhën deri tek atentatet e ndryshme që ja bën Omerit. Këtë rast ja patën bën një atentat. Pra Omeri, Khalifja Omer ibn Khattab, apo Umar ibn Khattab, na i themi Omer simbas palatalizacionit, apo s'di si thënë në Shqip sa është me rëndësi, i themi pra Omer, e kemi marrë prej sultanëve këtë emër, po tamam emri i vërtet është Umar. Umar më duket se i thojnë jeton. Prandaj edhe Imam Aliu, djalit vet ja ka vendosur emrin Umar. Pra sikur se unë me vendosë emrin jeton. Po jo që ka pas hatër ndaj njëri tjetrit, se edhe na si shqiptar, pa marrë parasysh sa e dojmë një shok, për shembull, na nuk ja qesim emrin e shokut, mundëm ja qit babës, nanës, gjyshit, stërgjyshit, ose pse ka kuptim të mirë. Pra ka ndruar jetë nga një atentat në vitin 644, pra 23 vit të Hijrit, në Medinë. Gjatë kohës Omerit pra ka ndodhur, ka sunduar mase 10-12 vite, dhe ky atentat i është bërë nga një rob Ebu Lu'lu. Ebu Lu'lu për ndryshe thuhet se ka qenë një jahudi, por i kthyer në fe, tash hipokrizinë e tij na s'mund ta shohim, Zoti e din më mirë, po ky kishte një urrejtje shumë të madhe dhe për arsye se ai ishte persian dhe na e dim që Omeri ka sundu Persin, dhe mirë po siç kemi përmend, vetëm luhtrat e Imam Aliut dhe profetit Muhammed
e kanë pas të qëllim, edhe Ebu Bekrit, e kanë pas tamam qëllimin që me shku me një vend, me sundu dhe me imësu se si jetohet me islam, sepse Ebu Bekri ka pas një autoritet të popullin, ka qenë ma i moshuar, dhe luftrat që i ka bo Ebu Bekri në Siri e tjera, në disa qytete, regione përmendet, edhe profeti Muhammed, edhe Imam Aliu, këto kanë qenë pjur të pastërta për islam. Ndërka që sundimet e mëdhaja që janë bo, në Siri, në Bizantin, tek Bizantin, tek Romat, ka pas lloj luftra në Egjipt, këto janë bo për arsye të sundimit të vendeve dhe të mirave materiale. Dhe nga kjo kuptojmë se Imam Aliu kur s'ka qenë pjesëmarrës në këto luftra. Është shumë interesante. Asnjë luftë gjatë kohës së profetit Muhammed, Imam Aliu nuk e ka lënë pa qenë prezent. Asnjë, përveç një rast në Tebuk, ku profeti i thot Aliut, unë të lash ty në Medinë zavend, shka merë dhe mbrapa. E keni në epizodën e kaluar, dhe prap i tha, profeti tha, shko ktheu në Medinë, se aty i të kam lënë si zavend si imi. Dhe po du me lidhë që Imam Aliu është interesant, pse nuk ka marrë në asnjë luftra, as në kohën e Omerit, as në kohën e Osmanit, dhe pse Imam Aliu kur vdiq nuk ishte lënë kur në çfarë pasuni mas vete, ndërkaq Talha, Zybejri, Khalid ibn Velidi, Osmani, Halifja Osmani, thuhet se në historia, në këtë libër të nderuar miq, në këtë libër shkruhet se ata kanë qenë milionera, se normal kur shkon luftë, fiton, sundon, e merr plaçkën, i merr arin, i premton ai komandanti se kemi pas kaq lira, veç shkon i fiton e luftën e tjera e tjera. Pra, ky Ebu Lu'lu ka qenë persian, po ka jetu në Medinë dhe thuhet se ky ka qenë i paknaqur me taksat, me haraqin që duhet t'i paguante zotërisë së tij. Pra ka qenë si shërbëtor, si rob i Omerit. Dhe gjithashtu ka qenë i revoltuar sepse Ebu Bekri, si që tham, ka sunduar në Siri, ndërka që Omeri ka sunduar në Persi dhe në Egjipt, Osmani gjithashtu e ka pas një region tjetër në Egjipt dhe në Irak. Omeri në Persi ka sundu, dhe prandaj nga ky persiani Ebu Lu'lu, persiani asaj kohe, i cili nuk ka qenë i kënaqur dhe ka pas shumë inate me Omerin, dhe e merr thikën e vet me 2 teha dhe e mbyt Omerin. Pra për shkak të pakënaqësisë së tij, pse ka qenë kryetar i halifej atij vendit dhe nuk ka vepru drejt, pra sipas historisë që shkruan. Unë nuk po e them, unë jam islamologe, vetëm po ju përcjell i këto dhe po ju tregoj nga cilat libra, sepse historia është e gjatë. Omeri, pra halifja Omeru u plagos rand dhe jetoi rreth 3 ditë pas plagosjes. Domethënë pothuajse si Imam Aliu. Mirë po nuk u plagos për çështjen që sakrifikoi për drejtësi dhe vërtetësi, por për tekët e Ebu Lu'lut, i cili ndoshta, disa thonë që ka qenë jahudi, por u kthyer në islam, por mas shumti që ka pasur probleme. Dhe Omeri u plagos rand, gjatë kësaj kohe, ai caktoi një këshill, Shura. Shura do me thënë, ata këshilli i zgjedhjes. Këshilli i zgjedhjes. Atje kishim qeverin e Sakifës, e themeloi Ebu Bekri, edhe vendosën kanë dashtën, ndërka që Omeri e boni një risi në këtë qeverin e Sakifës. Pra nuk e la testamentin, si që la
Ebu Bekri që tha unë Ebu Bekri po e la pas meje u ali vinos edhe njerë do i keme shkrujt u ali vinos edhe njerë e tja i ratfik dhe tha po e la Omerin, ndërka që Omeri e krijoi një këshill të zgjedhjes, këtu doli edhe një problem. Madje me një rast, Muaviu interesant shumë thot a e dini pse mbyt Omeri, a i e ceku se Omeri mbyt për shkak se edhe u ban këto problemet në qeverisje, edhe erdhi deri te mbytja edhe e Osmanit, për arsye se Omeri e krijoi këshillin e zgjedhjeve. A e tregon se si ka bo një dialog Muaviu, edhe i thot, a u mbyt për këta, a u mbyt për këta, a u mbyt për këta, ma në fund thot jo. Omeri u mbyt dhe la pas vetje shumë probleme në khalifat, sepse e krijoi një këshill të zgjedhjeve. Nuk e la populli me votu, masi veç, po don me qeveris, me khalifat, atër lene të voton populli. Do me thonë, si mbas historiografisë, si e shohin këtë atentat. Thot, atentati nuk shihet vetëm si një konflikt personal, për taksa, pra e Bulu'lu, pas ka pas një konflikt për taksat, jo pse për na jep neve ma shtret, jo ma pak, pra taksat që to antarësinat që e në marë, por lidhet me disa faktorë. Thotë paknatësia e jo arabëve. Do me thënë, nuk janë konsideru të barabartë muslimanët të cilët kanë qenë arabë edhe jo arabë. Pra historianët e shkruajnë e Bulu'lu e ka bë jo vetëm për shkak taksave, por ka pas edhe një paknatësi në atë kohë. Pra, sidomos tek persianët ka pas paknatësi ndaj politikave të shtetit. Dhe si që kanë bo edhe në kohrat e tona, për shembull, kur një kryetar, një sultan nuk i ka respektu disa regula, edhe i kanë bo atentate, i kanë myt në emër të popullit e tjera, gjithashtu edhe këtu historia e tregon, thotë sistemi i robëris dhe i taksave që disa e konsideronin të padrejt. Kjo ka qenë pra një prej shkaqet, sepse Islami ka ardhur për me zhduk robërin, jo me avancu e me bo padrejtësi. Prandaj, popujt jo arab kanë qenë të shkallës të një bote të dytë apo të tretë. E populli arab në kohën e Omerit kanë qenë ma të mirët. Si mas atyre, sistemi robëri, prandaj thot, tensionet politike që ekzekutonin pas zgjedhjes së halifeve para se të vinte në udhëheqje Ali ibn Abi Talibi. Do të thonë gjithmonë në çdo zgjedhje të Omerit, të Ebu Bekrit, të Osmanit ka pas tensione politike, populli nuk janë pajtu. Këto pra ishin disa pika sa i përket Omerit, dhe pse po i përmendim, ju thash, tash po shkojmë te Osmani dhe po shkojmë pastaj te Imam Aliu. Dhe të gjitha këto kanë qenë, si me thonë, ashtu, kanë qenë si para përgatitje të situatës shumë të agresive të popullit. Prandaj edhe ne po shkojmë kështu arresht, pra, edhe thuhet se si ka reaguar Imam Aliu në këta, sepse Imam Aliu gjithmonë ka reaguar kur ka qenë pyetje drejtësia, por s'ka qenë halife, dhe si ka hec fjala se ka pas nevojë me shku me punu punëtor krahu me ushqy familjen. Por prap, Omeri e Ebu Bekri e kanë thirrë Aliun për konsultime, sa herë kanë pas nevojë, kur i vinë jahudit me pyet Omerin për disa gjana, tash mos t'i përmendim, a i thotu, shpejt shkon i thirrë në Aliu shkon prej baltës me papuqet baltosura, edhe me roba krejt me baltë, edhe shkon tek jahudit, edhe ja spjegon jeje përgjigjen,
edhe Omeri thot, ua, po mos keshte, Aliu keshtu e shtu duke u shkatru, tha, sepse s'dinte me dhënë përgjigje. Mirë po, Aliu po nga burshteti u bë punëtor krahu. Ai pra thuhet se ka shpreh shumë keqardhje për këtë ngjarje dhe më vonë ka marrë pjesë në çështjen e Ashuras që u krijua për zgjedhjen e halifes. Do me thënë, kur o zgjedh halifja mas Omerit, jo që ka pas nevoj Imam Aliu me u bo halife e tokës, a i ka qenë halifetullah, ka qenë imam, po ka qenë ma i izoluar, sepse nuk e kanë pranuar drejtësinë, vërtetësinë e Ehli Bejtit, por gjithmonë kanë fillu me u mbyt mas vdekjes profetit. Prandaj ai ka shpreh keqardhje, por një vepër shumë tolerante që ka bë, e ka ditë që se kanë me rëndësi me hy si halife, po ai ka qenë në pjesën e këtij këshillit zgjedhjeve. Dhe prap nuk është zgjedh Aliu, sepse ky Omeri i ka caktu 6 antar, të cilët kanë qenë babë, vlla, djalmigje, etj. Dhe Aliu ka qenë i vetmi. Tash normal që këta 5 tjerë e kanë votu Osmanin, sepse e kanë pas djalmigje, e kanë pas dhëndër, etj. Dhe Aliu veç ka hyrë në këtë shuran se ka qenë i vetëm, edhe normal që nuk e kanë zgjedhur, sepse si ka konvenu drejtësia dhe vërtetësia Imam Aliut. Po Imam Aliu ka qenë tolerant dhe ai ka hyrë në këtë shura, në këtë këshillin e zgjedhjes. Pa marrë parasysh që si ka interesu. Por tash nga kjo Abu Lu'lu, i cili e bëri këtë atentatin tek Imam me Omerin, për shkak mos kënaqësisë, mos drejtësisë etj. Tash po shkojmë te vdekja e Osmanit. Vdekja e Othman ibn Affanit ndodhi në vitin 656, domethënë 10 vite, a ishte 25 vite pas të hijrit, ndërka që 10 vite ka sundu Osmani mas Omerit dhe në Medine ka sundu dhe 10 vit pa në 35 hijri ky ndroi jetë. Dhe kjo ngjarje është shumë e rëndësishme në historinë islame dhe në interpretimet e ndryshme historiografike shihet në kontekstin politik dhe shoqëror. Do me thënë, kjo vrasje nuk ka të bëjë me kontekstin fetar. Po, ase Omerit, vetëm e Ebu Bekrit, do me thënë, ai vdiq në mënyrë natyrale, njeri ishte smundje dhe ishte koha e vdekjes. Por testamentin që e la, sa e ka lënë ai, që si e ka lënë, masi i ka ratë fikt, s'po dihet tamam, po nejse, hajde po e besoj. Dhe kjo pra nuk ka pas, kjo vrasja nuk ka pas të bëjnë në kontekstin fetar. No. Bile, kur është myt Osmani, thuhet se kanë gjetë 300 milion dirhem në shtëpinë e tij, jo në parlament. Shka lypet një kryetar me pas gjitha të pare, plus ma e keqja e kësaj kemi thënë që te Ebu Bekri u ringjall Sufjani, Muavija, Hinda, pra ata ju kthy në një farë mënyre asaj zgjedhjes demokratike duke i fut dushmën të Islamit, të cilët kanë shpreh që na u bënëm muslimanë etj. Dhe ai i futi pra kurejshitët që kanë qenë para Islamit, ata kryetarët e Mekës, Medinës, biznismenat më të mëdhej, pra Ebu Bekri, këta i futi në funksion, në pozita, e bani Ebu Sufjanin e qoj guvernator në Yemen, në episodin e kaluar e keni, tash vjen Omeri tash e ringjall, e dërgon, vazhdon ky me fisin Kurejsh dhe e dërgon Muavijen guvernator në Siri, etj. Do me thënë,
familja e Hlibetit, Imam Aliu, imamët që kanë me ardhë ata, u qiten anësh. E kur erdhë Osmani kë e rinjalli, Osmani ishte i fisit Umajat, ndërka që Bubekri Omeri ishin Kurejshi, si me thënë Prishtinas, një fisi madh i Prishtinës. Najgashjana, ku ta din, ndërka që Osmani ishte prej fisit Umajat, një fis shumë i madh, një klan shumë i madh. Dhe ai klan ishte vetë ishte Osmani, Abdullah ibn Affan, e të tjerë, dhe këta i vendosi Osmani me emra tash nuk po më kujtohen, mos të humbim kohë se po duhet me shku te shahadeti, martirizimi shehit lëku i Imam Aliut. Edhe ky i vendosi pra njerëzit e vet, Amr ibn Asin, Abdurrahman ibn Auf, e tjerë i vendosi në pozita më të mira. Imam Aliu veç punon të tokën, nëj bunar, nëj send, edhe kur kishin nevojë për ditënit e tij, e thirrnin, kur nuk priton të Imam Alije. Dilke prej bunarit, sa i ka hap bunare. Dilke në për gure, në për ato shkallët e elitarit, dilte edhe shkonte në qeveri, thëke, Omeri më ka thirr, Osmani më ka thirr, Ebu Bekri më ka thirr. Pse? Sepse aje ka pas interes islamin, sa atë islami mbeti në durët e tyre, kështu që me zi priste me thirr Imam Alijen. Kështu që ky pra ka pas Osmani ankesa dhe paknatësi në rajonin e Irakut edhe Egjiptit. Ndërka që ky Omeri e ka pas në rajonet e Persis dhe në Siri, ankesa ka pas. Pra, kush ka qenë jo arab, ose jo në bërë shumë padrejtësi. Ndërka që te Osmani, kalifja e tret, ka pas paknasi nga disa rajone të shtetit islam, sepse ata i kanë sundu Egjiptin, Persin, kanë shku deri në Andalezi, në Span, dhe në Jemene, ku kanë shku me sundu. Mirë po, edhe e kanë kriju si shteti islam, mirë po në veti nuk ka pas vlera islame. Përveç kur e ka marrë Imam Aliu, tash ju të regojmë. Dhe Ebu Bekri e ka majt atë pakës, ka mund me majt diçka, por ka bëha dhaj gabime, Zoti ja falë, se nuk është imam, t'ishte qenë imam, nuk ishe ndodhë këto gabime, e ndoshta edhe mëkate besa. Po, Zoti është i mëshirshëm, neve kam na falë, lënë njerëzve që kanë nejt, i kanë marrë aromën e profetit. Shumë njerëz e akuzonin Osmanin për favorizimin në familjen e tij nga fisi Umajad. Domethënë ka pas nepotizmin më të madh Osmani. Osmani krejt familjen, djemtë e migjës, djemtë e dajës, tezës, dhondrit, nipat, mesat, krejt i ka shti në pushtet. Pra ka qenë nepotik. Për këtë arsye, grupe nga këto qytete erdhen në Medine për të kërkuar ndryshime. Te Osmani, mëse 40 ditë rresht kanë ardhë protestues të rebeluar, të revoltuar me padrejtësi që i ka bë Osmani në Egjipt, ku tham, në Egjipt, në Kufe, pra në Basra. To kanë qenë regionet mëdha, me ka 20, 30, 50 milionsh njerëzi. Në Kufe është qytet, unë kam qenë aty ku ka ndru jetë Imam Aliu, pra Irak edhe Egjipt. Dhe thot, për këtë arsye, këto grupe kanë ardhë dhe 40 ditë rebelesh e kanë rrethu shtëpinë e Osmanit, edhe kanë kërku Osmani me dal jashtë edhe me bë reforma, sepse Islami i profetit Muhammed nuk i toleronte këto gjana. E Imam Aliu sa ka mund me fuqinë e tij, me njerëzit e tij, me pak numër të njerëzve,
sa ka mund e ka rujt islamin. Disa sahabë përfshirë Imam Aliu përpoqën të ndërmjetësojnë për ta shmangur gjakderdhjen. Madje gruaja e Osmanit, Naile, na e kemi këtu nënën Naile, në Pej është Banja, pra është emër i gruas së Osmanit. Ajo i thoshte se e shihte që Imam Alia disa herë ka shku mrenda në shtëpi, protestuesit 40 ditë rresht. 40 ditë rresht kanë protestu kundër halifës tretë Osmanit, ndërka që Imam Aliu disa herë shkonte, hinte mrenda dhe i folte për Osman, dil jashtë, kërko falje, mos e u shkatrum, do të bëhet gjakderdhje e madhe, do me thënë, këtu Osmani ka qenë ai i cili ka bë luftë, ka pas gati me bë luftë qytetare. Sepse u ngritën në protesta, Osmani ishte kryefort, ishte njëni prej djemve të Muaviut, mos gabofsha, dhe ai e mësonte, apo vllau i Muaviut, e mësonte Osmanin kundërtën e Imam Aliut. Sa që gruaja e tij Nailja i tha, o burri im, tha, na morën qaf, tha. O burri im, dëgjoja Aliun, Aliu 3-4 herë shkoi e këshilloi dhe nuk kishte rrugë dalje. E vazhdojmë tash. Mirë po, sa pesho u bo shumë, 44 minuta. Sa pesho da të përfundojmë me Osmanin, por edhe nesër do të vazhdojmë me Imam Aliun, pra, se unë mendova që sot do të përmbledhi, por historia është e gjatë dhe nuk munda, ndoshta është mosaftësia ime, kërkoj falje, mirë po kam dëshirë që të shtjelloj disa gjana. Okej, po mbesim të Osmani dhe ta shohim çfarë vdekje ka pasaj. Pra, historianët përmendin disa emra nga rebelët ndërta. Thuhet se pra ata që e kanë mbytur, i kanë përmend disa emra, po si e kanë mbytur, kur e kanë pa që 40 ditë rresht kanë bë proteste, kanë rrethu shtëpinë e Osmanit, dhe ma në fund nuk u dorëzua Osmani që të bëj reforma në pushtet, ose të jap dorëheqje, edhe ma në fund ata hynë nga kulmi dhe e vranë, e mbytën pra në vend Osmanin. Dhe ata historianit përmendin disa emra nga rebelet, nga këta mbytësit. Njëri është Muhammed ibn Ebu Bekr, djali i Ebu Bekrit. Pra, Ebu Bekri, Omeri, Osmani në kanë shok të ngusht. E djali i tij, thuhet se e kanë përmend emrin që hyri në shtëpi, por ai nuk ishte vetën. Pra, nuk e ka mbyt ai vetën me dorën e tij, por kjo ishte një pikë pyetje. Prandaj personat që zakonisht përmenden si goditësit kryesor kanë qenë Kinana ibn Bishr. Bishr së bashku me disa të tjerë nga Egjipti. Dikush e përmende Muhammed ibn Bakir, mirë po masi Osmani kishte problem me egjiptianët, me Egjiptit, të Misrit, të Egjiptit pra, masi kishte probleme me ata, thuhet se ky ka qenë Kinan ibn Beshir, një prej protestuesve të 40 ditëve të zhymta në historinë, në sundimin e Osmanit, të cilat ditë i apron edhe vdekjen e tij. Pra, siç e pam, edhe Osmani nuk vdiq për shkak se e mbronte Islamin, po e kundërta e kësaj, thuhet, ai vdiq për shkak pakënaqësive të mëdha politike ndaj qeverisjes së tij. Shumë njerëz në umet kërkonin reforma. Vetëm këtë kanë kërku, reforma. Imam Aliu e ka këshillu, nuk ka mundur. Ndërka që nuk konsiderohet se Aliu kishte rol në vrasje, kur nuk kanë thënë që Aliu e ka vrarë, sepse bile përkundrazi thuhet se ai është përpjek shumë për me mos më bë gjakderdhje, më shpang gjakderdhjes, mandej
thuhet me një rast ku e pyesin, thot, vallahi Aliu as nuk ka planifiku, as nuk ka vepru. Për veti ka bo be Imam Aliu. As nuk kam vepru, as nuk kam planifiku. Do më thonë se ka pas qëllim me vra, po mu për shkak Osmanit, Muaviu atje që ka qenë guvernator në Siri, Muaviu thuhet se atje i ka pagu të krishterët artistat që me vizatu në përmure, sot me shku ku e ka pas Muaviu atë palatin e vetë, nëse i kanë rujt, unë i kam pa disa në për YouTube, që ka pas, do më thonë, ka kriju haremin. Profeti Muhammed ka pas harem, po të jo muslimanët gjithmonë ja qesin profetit Muhammed. Pa që qëtë bita dhe familjen e ti, dërkash profeti Muhammed i ka pas gratë, ka pas që të kasollet, bile, i ka urdhëru gratë me punu. Aisha ka qenë shumë aktive, ma e re, ajo ka punu në arsim, në edukimin e popullit. Fjalët e profetit i ka shkrujt, lënini ju ato hadiset që janë diskutabile, që janë përqarëse, thot Aisha e ka thënë. Jo më zotëri se kanë kalu 1400 vjetë, ka shumë hadithe që ja kanë etiketu Aishës, po ato janë hadithet e fabrikuara, prandaj mosu përçani o njerëz për diçka që nuk jeni të sigurt. Historinë duhet me ditë çdo kush, sepse vetë Kurani është histori. Historia e Musës na mëson, historia e halifateve na mëson. Sot në i shekullin 21, shumë gjana mundemi me mësu nga ky libër të cilin ja kam dhuru edhe kryetarve, edhe kryeministrit Albin Kurti, e Hashimit, e plot personave me vlerë, ja kam dhuru këtë libër Shtegu i Elekuencës, libri i Imam Aliut. Pra, nga historia e njerëzve të mëdhej, Napoleon Bonapartës mësojmë, nga dështimet e halifateve mësojmë, këto halifate, pra, dyqysh kanë bjetu, e kanë pas Aliun gjithmonë aty rezervë për mi rahatu punë, po mandej mas Aliu, çka kanë bo Umajadët, Jezidi e Muavija e tjerë, Jezidi që shim mytë familjen e pejgamberit, edhe krejt 12 imamët, ata kanë kriju mbretëri, mos kanë qenë halife, po mbretër. A këto 4 halifet kanë qenë halifat që për hatër të Imam Aliut, për kontributin e tij, ata kanë mund me mbjetu. Prandaj i thojnë halifatet e drejta, po kur pe këshyri historinë, që i pas ka ndodhë Osmanit, 40 ditë protest, me bo reforma, mu kanë halifatet e drejta, valla një pikpytje, falni që pjo thamë, po është një pikpytje, mu këto libra po mi mësojnë, nuk e kam nga vetja ime, por nëse ju të regojmë një të drejt, kujdesa, nuk do me thënë se po përçajmë, sepse Zoti është, se këto kamerat e këtu i të hisë, s'kryn punë, këto kamerat nuk kanë vlerë, ama kamera e Zotit është shumë e rëndësi. Prandaj thot Zoti, el fitnetu ashaddu min el qatl. Me bo përçamje është ma keq se sa me myt një njeri. Prandaj, nëse tregojmë gjonat që ndoshta ty nuk të pëlqejnë, të flasë për babën tënd si ka qenë, edhe ti e njeh për veti shumë të mirë se babe ke pas, ose nuk e njeh të mirë, po të vjen një nati. Kjo nuk do me thënë se është kjo përçarje, po është një mësim nga historia, biografia e babës tonë. Vazhdojmë. Prandaj me dalë në shesh disa të vërteta, që këto janë të vërteta, këto e kemi mësuar me drejse, drejtën me thonë para 35 viteve, kur kam qenë studente, dhe mirë po tash po du të mi përsërite. Pra, përfundon, çka kemi diçka interesant ta përfundojmë me Osmanin. Çfarë tha Aliu për vrasjen e Osmanit? Pasha Zotin, unë nuk e vrava Osmanin dhe as nuk e urdhërova vrasjen e tij. Kjo u betu në Zotin,
kur të betohet në Zotin Imam Aliu s'ka aty fjalë. Pra, këtu si mas historianëve u ka përpjek pra disa herë, madje që me lutë që me bo reforma në shoqëri, në atë khalifatin udhëhetësi në qeverinë e Sakifës, se nuk ka qenë qeverisje islame, mirë po edhe ky boni Omeri e krijoi qatë këshillin e zgjedhjeve dhe ai i caktoi çto familjarët e Osmanit që boni nepotizëm, por shikoni sa i drejt ka qenë Imam Aliu, thot edhe në rastet më të vështira kur protestuesit me qindra mia e kanë rrethu shtëpinë e Osmanit, ai e ka e ka dërgu me u kujdes për shtëpinë Aliu, Hasanin edhe Husejnin që kanë qenë burra ka 20-25 vjet. Thot, pas vrasjes së Uthman ibn Affanit, njerëzit në Medinë i dhanë besën Imam Aliut. Do më thënë, tashmo nuk e ndjekën atë qeverinë e Sakifës, sepse boll u banët gërdima, u ban vrasjet Omerit, Osmanit, Filanit, Fistekit, u banën pa drejtësi, edhe njerëzit tanë boll ma, shkoj Osmanin e mbytëm, tash e banëm zgjedhjen e Imam Aliut. Por jo imam, se imam e ka zgjedh Zoti, po halife. Ndërta ishin, por thotë në Medinë si halife, por disa figura politike kërkuan hakmarrje të menjëhershme. Masi u bë Imam Aliu si halife tul erdë që populli e ka zgjedh, se ai imamatin kërkush asunja jep, asunja merr. Ai ka qenë imam, por edhe ndryshe kur je imam edhe ti thua për shembull, këtë e caktojmë, jo në mënyrë demokratike, po populli çka don. Ajo Ebu Bekri po i don Omeri me qenë halife, Omeri po don me qenë ky Osmani, kjo nuk është zgjedhje demokratike. Po kjo është nepotizëm, është ku ta di unë. Prandaj ishin pse tash shkoi Osmani, edhe përfundojmë, tash çka u lyp me shku vrasja dhe të Imam Aliu. Imam Aliu në zgjodhen populli, nuk e zgjodhi Osmani. Dhe mirë po por disa figura politike që kërkuan hakmarrje menjëhershme. Do me thënë, kërkuan hakmarrjet menjëhershme me gjetë kush është mbytësi i Osmanit. Po Imam Aliu, ato figura ishin, ndërta ishin Muavija, biri i Sufjanit edhe Hindës, që ishte guvernator atje në Siri, që kishte bo atë pallatin, që thamë, me femra gjysmë lakuriqe, deri në bel, e tjera, që u pinte alkoholi si në vend të ujit, e shumë gjana tjera që ka bo Muavija në Siri. E dyta ishe Aisha. Këta nuk u pajtuan. Tha, duhet me marrë menjëherë hakmarrje për Osmanin. Pse erdhi Alia, tash në khalifat edhe po doni menjëherë me bo problem? Pritni pakës. I treti ishte Talha ibn Ubejdullah dhe Zubejri ibn el-Affan. Talha edhe Zubejri nuk po më kujtohet me lidhje familjare, po njëni ka qenë djali vllaut të Aishës dhe Ubejdullah dhe tjetri ka qenë Dhandri. Dhandri Baxhanaki, burri i motrës. Pra të dy, Talha dhe Zubejri kanë pas shumë lidhje të mira me Aishën, me gruan e profetit. Edhe Muavija atje, thotë jo, Aliu nuk po punon drejt, duhet njëherë me gjetë kush është mbytësi i Osmanit. Imam Aliu tha, do ta rregullojmë këtë çështje. Patjetër se hakmarrja është në hakmarrje, Zoti thotë në Kur'an, në hakmarrje keni jetën. Çka? Po ma myt mu dikush familjen edhe unë hajt, po i tham se po ta fali. Qush me ta fali, o zotni?
Jo, po bohën ato falja e gjaqeve me Anton Qetën. Prit more zotëri, se edhe kanuni bashkë nuk e thot qashtu. As Kurani hit se hit, po nej, se a i ka qenë i krishterë, ndoshta se ka njoft këto regullat e Kuranit, Anton Qeta. Dhe ku po dënë ti me falun, hajt, ma ke myt djalin, jo, zoti thot dam shpërblim. Nëse nuk mundet me ta dhënë dam shpërblimin, ta ka myt dikush burrin, e ki 4 fëmijë, sa të ka pru ai burrin muj në shtëpi? Ka pru 500 euro, derisa ata fëmijë të bëhen për veti, derisa të bëhen të zotit e veti, derisa të fillojnë me punu, të bëhen familje, deri atëherë ti ka pas rast oda e burrave në Prizren, gruas ja kanë myt burrin, gruaja ka thënë unë nuk ja fali, bile vllazni kunetit kanë thënë nuk ja falim, atëherë janë marrë vesh burrat, okej, ja kanë bërë që ai vrasësi, pa dashje ka bërë, me kamion e ka shkel, derisa fëmijët e asaj gruas vepra që i vdes ai burri i saj nga durët e tija dhe ka qenë ky fajtor me kamion, jo ai që ka vdek, edhe ja rrit fëmijët, ja shkollon, plus i shkollon, i bon ekonomista, i bon kuta di unë dhe i merr i punson të firma vetë. Merreni me mend që kjo është Islami, që kjo është oda e burrat shqiptarëve, ajo humbja fali gjakun. Ose thot, nëse ai nuk ka mundësi dhe thot falja është gjesti më madhështor i njeriu, sepse Zoti thot, kur unë ta fali, ti kush je? Prandaj edhe këta lypën Aisha, Talha, Zuberi dhe Muavija, kërkuan nga Aliu, jo, ti duhet me marrë me njerë hakmarje. Aliu nuk tha jo, po tha pritni, tha se kemi në kauz, qeveria është në rënjën e sipërme, Gjakder dhe kam një bo tjera, e pastaj këtu me njëherë përshka kësaj u ngrit Aisha, e cila si mas ajeteve kuranore u desht me nejt e shpia, gratë e pejgamberit, surja 33, ajeti 33, gratë e pejgamberit janë ummil mu'minin, ajetin Kuran thot janë nonat e juja, edhe për shatë arsye me to s'ka mund kërkush mu martu me gratë e pejgamberit, pas vdekjes pejgamberit, bile Aisha ka met shumë e re, bile edhe ka met pa fëmijë, dhe pra kështu pra u ngrit Aisha, doli prej shtëpis, Zoti inshallah e ka falë, normal që e falë, se na jemi njerëz që gabojmë, e për këta do të vazhdojmë nesër, sepse këtu u banën para vdekjes Imam Aliut, u banën 2 luftra. Njëra ishte lufta rreth devës, që Aisha ishte e hypme në deve, edhe ishte edhe ky ajeti kuranor, surja 33, ajeti 33, por ishte edhe hadithi i profetit Muhammed, ku i tha se njëra prej juve do të dalë nga shtëpia dhe do t'i lehin qend për rreth devës saj. Dhe ku shkoj Aisha në luftën, në betej me sulmu Imam Aliun, pse nuk po merr hak për Osmanin, atëherë fillun qend me i le për rreth devës, edhe sa i ran mend që ka gabu, edhe tha, erdhi rasti, tha që kjo është hadithi, që kjo është emaneti, parashikimi i profetit, çdo sen që ka parashiku është realizu, edhe ajo tha, tha jemi qenë ka kjo ditë. E kështu me radhë. Tas herën e ardhshme, prapë nesër juftoj në ora 10, në mbrëmje, të vazhdojmë me këto 4 epizoda, tash ishin parapame nga naimet që të jenë 3, për arsye se nuk munda me përmbledh e mos bëhet ma shumë se 1 orë video, atër po e lojmë radhën e ardhshme se si Aisha doli nga shtëpia, gruaja e profetit, që e kishte të ndaluar në surën 33, ajeti 33, se ishte nona e besimtarve, pastaj se si Muavija u ngrit dhe e krijo në Sifin,
e bëri një luftë të gërditshme 3 muaj dit në Sifin, ku vdiqën 45.000 vdiqën nga ana e Imam Aliut dhe 25.000 ranë shahid nga ana e Imam Aliut. Do kaq 45.000 vdiqën nga ana e Muavijut, se mos e përziva, kërkoj falje, do ta rregullojnë në kutkat. Pra 70.000 gjithsej musliman vdiqën dhe ranë shahid për 3 muaj. Për çka? Për vrasjen e Osmanit. Po lërën e more, shkoj Osmani. Çka keni, çka nuk pajtoni. Edhe këndej Aisha në luftën e Gjemel, luftën e Devës, rreth Devës, 10.000 kanë ndru jetë. Tash sa prej Aishës, sa prej Aliut, e valla unë për veti kisha qenë në anën e Aliut, sepse Muaviju ndihet kush ka qenë. Dhe ndihet për shka. A Imam Aliu ka pas qëllimin e udhëheqësisë së shtetit islam, me 2 gjana, me të drejtën dhe me të vërtetën. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Selami, paqja dhe bereqeti qoftë mbi të gjithë juve të dashur miq, kudo që jeni anë mban botës. Mos harroni, bëni subscribe, bëni like, shkruani një koment, sepse do ta keni shpërblimin nga Zoti, jo nga unë. Por unë po mundohem në mundësitë e mia të ju apërcjell këto dije të bukura nga librat islame. Vazhdojmë me misionin ton, mos harroni pra, shpërndajeni dhe miropafshim në episodin e radhës.